Kjo është receta e pastiçes tradicionale, por unë I kam shtuar të disa ingrediente të tjerë për ta bërë atë edhe më kremoze. Si fillim nxefin ujin për të zier makaronat, unë përdor linguini dhe I vendosim të zihen, por I lëm më pak se sa ç'thot minutazhi I paketimit. Rrahim 4 kokra vezë dhe marrim djathtin e grim imët e imët dhe e bashkojmë me vezët. Unë I kam hedhur 2 lugë ajk shumshi, kjo I jep shumë shije, por ju mos e vendosni nëse s'keni. I kullojmë makaronat dhe I hedhim në një tavë, I shtojmë pak gjalp dhe gjalpi dëshkret sepse makaronat janë të nxehta. Dhe mbushem me vezë, djathtë dhe ajk, e hedhim tek makaronat dhe e përzijmë derisa të jetë e përhapur në çdo pjesë. I vendosim dhe qumshin derisa të mbulohet e gjithë masa. Më pas, me qumshin e ngelur, bëjmë pak beshamelin duke vendosur pak gjalp, 2 lugë miell dhe qumësht. Nuk e trashim shumë beshamelin dhe ja hedhim përsipër. Kjo do I japi shumë kremozitet pastiçes. Për ta bërë dhe më të shijshme, I shto edhe pak copa djathtë. I vendosim dhe gjalp përsipër, e pjekim në një furrë të parangrohur për 200 gradë dhe ja ku është pastiçja jon. Unë nuk durova dot, por mirë është që ta lëni të ftohet dhe ta servirni më pas. Ishte perfekte, një shije e jashtëzakonshme që mendoj duhet ta provoni në këtë mënyrë sepse nuk do shkënjeheni. Ju bëf të mirë.